Zoti Nuri, po e nis me ju. A ja vleti ky procesi i rinumërimit të Dibrës? A doli në pa ajo që ju quani masakrë zgjedhore apo doli masakra brenda Partisë Demokratike më shumë? Shikoj, Erla, unë desha të sqaroj diçka. Në lidhje me kërkesat që kemi bërë në Komisionin e Ankimimeve dhe Sanksioneve në KAS, ka pasur disa raste ku janë pranuar hapja e kutive të materialeve zgjedhore, disa herë janë pranuar vetëm fletë e votimi dhe jo materiale zgjedhore. Në këtë rast janë hapur vetëm për kandidatit. Unë gjykoj që do të kishe qenë e udhës të hapeshin edhe të partisë dhe të kandidatit, meqense është subjekt pra ka ndodhur vetëm rinumërimi i votave për kandidatin, vetëm jo për për kandidatin. Jo, dhe unë nuk e kam ndjekur si çështje në Komisionin e Ankimimeve dhe Sanksioneve, nuk kam qenë unë përfaqësuesi ligjor i PD-s në atë kërkesë, sepse e tillë ishte ndarja e qarqeve, për shkak se ka qenë marrashloku mos gaboj. Ankimojmë 12 qarqe, një person e kishte pamundur ta bënte fizikisht të 12 qarqet, kështu që u ndan detyrat. Personalisht do kisha preferuar që të rinumëroj, nëse do jemi në fazën e rinumërimit, të bëhej edhe për subjektin, edhe për kandidatin, meqense është koalicioni që po investoi. Nga ajo tabel që pam, duke që kishte vetëm lëvizje votash mes kandidatëve të Partisë Demokratike. Pra ishin vend 49 vota më shumë për Parim Spahiut, minus 17 vota Xhemal Gjungshit, diçka më pak te kandidatët e tjerë. Pra në vend të farsës zgjedhore. Prandaj po them. A doli kjo masakra brenda PD-s më shumë? Jo, nuk është vetëm aty, sepse aty ka komisionerë të gjitha forcave politike. Nëse ka pasur lëvizje të tilla, janë të gjithë ata që kanë bërë ndërhyrje, mbajnë përgjegjësi individuale pastaj. Por përtej kësaj, unë do të thosha që sa më shumë prova të evidentohen dhe dalin pa në lidhje me farsën elektorale, aq më tepër kjo i shërben kauzës Partisë Demokratike dhe në radhë të parë për koalicione. Pra votat e subjektit dhe më pas votat e në vetvete, Partisë Demokratike apo në vetvete. Po është në rrezik që në tentativë për të çmontuar zgjedhjet po çmonton vetveten. Jo, as pak. Në vetvete nuk ka interes Partia Demokratike që të ketë të shoh votat e një kandidati apo një kandidati tjetër, se tek e fundit nuk luhet për një mandat plus apo një mandat minus. Këto zgjedhje nuk ishin zgjedhje, ishin votime. Ky është qëndrimi ynë politik dhe ligjor. Pra nuk luhet për një mandat plus apo për një renditje në një klasifikim diku. Këto janë aspekte dytësore. Aspekti kryesor që ne kemi si PD ASHM është të shohim ku janë lëvizjet e votave të subjekteve dhe ku kanë vënë dorë në zgjedhje persona ndryshëm, por edhe jo vetëm aty. Problemi i këtyre zgjedhjeve se vullneti shqiptar është të tërësuar përpara ditës zgjedhjeve ose gjatë ditës zgjedhjeve. Ajo që ka ngel te numërimi ose te rinumërimi. Po pra, dakord, se kisha pyetje këtë kur ka ndodhur farsa ose masakra zgjedhore para apo pas. Nga materialet, si verifikohet kjo? Verifikohet kur ti ke kutit e fletëve votimit nga njëra anë, ke proces verbalet, pra kutit e materialeve nga ana tjetër, nuk verifikohet dot kur ti ke të cunguara ato dhe kur ke vetëm një aspekt dhe nuk ke aspektin tjetër. Si do kuadrojnë ato të dhëna? Pra, këtu është dhe kritika që unë kam ngritur her pas here në diskutime dhe debate që kam pas Komisioni Qendror Zgjedhjeve, sepse nuk mundet që për ato 130.000 fletë votimi që KQZ-ja nuk dinte si të justifikonte në fillim. Të thuhet që janë në këto 233 kuti në gjithë Shqipërinë që ishin me 0 raportime, pra se nuk i kuadronin dhënat se sa fletë pa përdorura kishin mbetur dhe kishin shnuar të paraportuara, dhe më pas ti mos të hapësh kutit e fletëve votimit që korespondojnë me këto qendra votimi. Sepse ti në fund ditës ke ca dhëna, ke disa shifra që nuk ke me çati kontrollosh. E kuptova logjikën. Pra, ti do kishe preferuar që të kishte ndodhur, do kisha preferuar ti hapnin të gjitha. Rinumërimi për pra edhe kutit e fletëve votimit, edhe këtë për votat preferenciale për kandidatëve dhe të preferenciale. Manjan, në gjykimin tënd, çfarë nxori në pa Dibra, ky procesi numërimit të Dibrave? Asnjë gjë të jashtëzakonshme. Këto ndryshimet me 10 vota, 8 vota, këtë janë pjesë e gabimit njerëzor. Këto quhen gabim njerëzor? Absolutisht po, ma nuk janë. Pra nuk ka një skem, po themi, nuk nxjerr në pak jo një skem ose asnjë skem. Skemat janë me mira vota e lartë. Skema është si ti marrësh kundërshtarit, jo të merresh me kujton 2 vota për qendër votimi, futja kot këtë në muhabete krejtësisht pa lidhje, realisht është pa lidhje. Kemi parasysh që kemi mbi 5.000 sa komisioner, e kupton, jo të gjithë janë të ftylluar, jo të gjithë janë të shkolluar, jo të gjithë janë të trajnuar, e kupton, gabimi njerëzor është normal, stresi është gjithashtu normal, presioni politik është gjithashtu prezent, mos harroni, nuk është një gjë e thjeshtë, shkosh numërosh vota atje, faqe gjithë dynjas, e kupton, edhe të kesh edhe presionin po presion, sepse
është edhe ajo presioni jashtë linjës, jashtë litarit, që gjithë duan se duhet dinë me drejt ç'a ndodh me votën e tyre, nuk është një gjë e thjeshtë, për thënë vërtetën. Kështu që këto janë unë personalisht nga Dhe çka kur thua mpanë të gabim gjitha njerëzor, zgjedhjet. thjesht për ta kuptuar, i kap ligji Jo, komisionerët dhe s'është për ligje, numëruesit çaj ligje, nuk është Nuk i kap ligjit, ligji. po ja, Pra s'jemi te krimi Po zgjedhor. këtu nuk ka ndryshuar vullneti, pra nuk është Nuk e ka tjetërsuar Nuk është vullnetin, tjetërsuar gjëja, pra nuk është se ka ndryshuar renditja e Pra kandidatëve nga këto 60 e vota. ca vota nga 4300, sa është përqindja? 0.0? Po nuk është me, edhe njerë, në qoftë se këtu do kishte ndryshuar renditja e kandidatëve, hajde po themi që pa të fillojmë edhe ta rrëmojmë pak.